Gurët e Trepçës e Hynesha në Frën janë simbole jo vetëm të Mitrovicës e Prishtinës, por të gjithë Kosovës. Si suvenire, ato janë ndër më të pëlqyerat kur dikush dëshiron që të ketë një copës Kosove si kujtim. Te suveniret të cilët janë më të kërkuar në dyqan është Hynesha në Frën edhe hartat e Kosovës me gurë të Trepçës. Më jemi specifiku këto të dyja, por nuk do me thonë që suveniret e tjera nuk janë të shitura. Mendoj që çdo turist që vjen, të paktën një magnet, një kartuli, një varsë të qelsave, e merr me vete për me bërë një histori të vendit tonë, për në familjet e tyre ose shokët që gjithçka që e kanë. Çdo suvenir ka një histori të veçantë, por Hynesha në Frën ka një lidhje të ngushtë me Prishtinën. E sipas fondajt, për këtë arsye mbetet një nga simbolet më të njohura dhe të rëndësishme për të gjitha dhuruesit e suvenirëve. Gjithmonë Hyneshën në Frën e lidhi me Prishtinën, ndoshta për arsye që është gjetë në Prishtinë, por harta e Kosovës edhe gurët e Trepçës janë, po mendoj që është më mira që munden me zgjedh. Këtë punë e bëjmë që 24 vjet, 25, rëndësi ka shumë të madhe. Të thash edhe më herët që suveniret janë një kulturë, një traditë, një historinë vete që e kanë, edhe po mendoj që çdo kush që e ka në shtëpitë e tyre përfaqëson një vend, një dinjitetin e vendit, traditën, dhe është kulturë. Përfundimisht, blesh një suvenir është kulturë. Ka edhe shumë të vendit që blenë edhe kanë qef me pas një suvenir qoftë në zyre, qoftë në shtëpitë e tyre. Është diçka që i bën krenar. Artizanati merr formë edhe përmes pjatave me motive kombëtare, ku në këtë hapësirë, Lurieta Sopa i Fondaj i krijon ato për të gjithë ata që dëshirojnë të ruajnë kulturën vendase. Po, i punoj disa pjata me motive kombëtare kryesisht, janë disa që i punoj edhe me pika, marrin kohë, por e bëj me shumë qef, edhe është një lloj meditimi për mua. Domethënë kur filloj me punu një pjatë është fokusona krejt fokusin e kam në pjatë edhe pëlqejet shumë edhe prej atyne që jetojnë vend edhe prej turistave. Kisha thënë çdo kujt që viziton një vend, qoftë Kosovën ose cilin do vend tjetër, i kisha propozu që me ble një suvenir, me pas një pjesë të atij vend me vete, pasi tregon kulturën, dinjitetin, edhe mendoj që të jep një ndjesi shumë të mirë momentin që shen në shtëpinë tënde, edhe ta kujton vendin që ku ke vizituar. Hynesha në Frën, gurët e Trepçës, pjatat e çdo suvenir tjetër mbeten dëshmitare të historisë së vendit tonë dhe ura mes historisë dhe kujtimeve që jetojnë përgjithmonë.